Moduli i balancës është ndër më të rëndësishmet në accounts pasi ju ofron pasura të qarta të qarkullimit të paras. Këtë pasur mund ta shikoni të përmbledhur ose të detajuar sipas mënyrës si janë kryer pagesat apo fushave ku paraja në kompaninë tuaj ka lëvizur. Përdoruesit ofron pasurën financiare të gjithë punonjësve sipas monedhës përkatëse. Në të pasurohet borxhi që kanë të shpërndarë nëpër klient dhe sasia e parave që duhet të dorëzojnë në kompani. Për të tërhequr ose depozituar para nëpër përdorues, klikoni butonin plus, zgjidhni llojin e veprimit, sasinë, vendosni shënimin dhe zgjidhni destinacionin apo burimin e vlerës përkatëse. Të gjitha lëvizjet e kryera mund t'i shikoni tek syri. Aty gjithashtu do të pasurohen të gjitha lëvizjet lidhur me paranë, si për shembull, shpenzime, fatura blerje, depozitime apo tërheqje nga llogaritë të tjera. Llogaritë bankare. Në këtë fushë pasurohen të gjitha llogaritë bankare me monedhën dhe balancën përkatëse. Tek butoni plus mund të transferoni apo tërhiqni para midis llogarive dhe tek butoni i syrit mund të shikoni lëvizjet e kryera. Furnitorët ju pasuron borxhet që ju detyroheni dhe sa është shuma e paguar deri më tani. Klientët ju pasuron borxhet që ju detyrohen dhe shumën e të gjitha blerjeve tek ju.